Le t'ja nisim me atë që le të themi ishte edhe publike, pra me vetë fjallën e kryeministrit Edi Rama, me qasjen e tij, një fjalim i cili në fakt në qendër të vëmendjes kishte mënyrën se si do duhet qeveria të ketë strategjinë e saj për sa i përket sërish anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra, shumë u fol për këtë dhe shumë më pak për disa element të tjerë. Fillimisht, nga pikpamja strategjike, duke marrë parasysh edhe momentin në cilin po jetojmë, aktualitetin politik, por edhe atë se çfarë presim në ditët në vijim. Si u duket? Po filloj nga pjesa strategjike që thatë jo. Dhe besoj ju në kanalizuat drejt diçka e shumë logjike. Zoti Rama ka shpjeguar sot realisht atë që publiku e ka hamendsuar, disa herë ne kam përshtypjen e kemi prekur të dy, pjesën e integrimit, realitetin, mundësit dhe pritshmërinë. Ju e dini që mandati 4 i Zotit Rama është mandati i cili ka si moto integrimin e Shqipërisë. Dhe Shqipëria nëpërmjet ish zyrtarit lartë të Bashkimit Evropian, Zotit Mishe, mori ata afatin e famshëm për vitin 2030. Dhe ky afat tashmë ka zbritur shumë, ka zbritur në vitin 2029, ka zbritur në vitin 2028 dhe tashmë flitet që i gjithë operacioni mbylljes kapitujve të përfundojnë në vitin 2027. Dhe ky është një skenar i cili kuptohet kritikët e vazhdueshëm të qeverisë i bënte të kalonin deri në sarkazëm. Ndërkohë që pjesën jo të pakët konstruktive për vendin, sepse të paktën sado që në Shqipëri ka ndarje shumë të mëdha, pjesa më e madhe e shqiptarëve vazhdojnë të jenë për integrimet europiane. Është familja që na takon të jemi dhe për të cilën ne po investojmë pafund çdo shqiptar. Dhe Zoti Rama sot ka zbritur në terren që nga ato fjalët optimiste të vazhdueshme që thoshte për integrimin, që sillte nga Brukseli, tashmë t'u tregoj shqiptarëve që ky realitet është realitet jashtëzakonisht i vështirë. Dhe ai një nga pikat kryesore e zbrazit tek pjesa të themi e prodhuesve shqiptar. Personalisht, më bën përshtypje që një pjesë shumë e madhe e NGO-ve tek ne, një pjesë shumë e madhe e institucioneve tek ne, akoma nuk po i përgatisin shqiptarët që integrimi evropian është përveç përfitimeve, përmban dhe detyrime të jashtëzakonshme. Dhe për këtë nuk të mjafton të bësh abstragime të mëdha, po të mjafton të shikosh përvojën e vendeve të cilat janë futur të themi në dekadat e fundit në Bashkimin Evropian. Dhe për hir të vërtetës, buqit bullgar, ata rumun, ata kroat, prodhuesit e tjerë kanë qenë jo vetëm të shqetësuar, jo vetëm kanë vuajtur shumë fillimin, por fillimin